drejt Tiranës, po nes na le, do më shpirti, zemra, kupton? Edhe në çdo protestë ose në çdo jemi gati, kupton ti? Jemi gati se normal na lëviz gjaku. Por që e kam thënë dhe e them gjithmonë, kam 3 vite që e them, që me protesta, po në qoftë se sot, se e këto oraret i kam bezdi unë, po hajtë, sot në orën 19, në qoftë se e kemi seriozisht Rëzem Ramën, sot Berisha edhe 51 deputet të opozitës marrin një karike dhe ulen para parlamentit, në qoftë se e kanë me gjithmënd, ulen para parlamentit dhe fillojnë një grevurie ose një nguim para parlament, para parlamentit ose para kryeministrisë. Në qoftë se e kemi gjithmend, mere karikën, ullu aty dhe shikoje kur të ndikë populli, që të shikoje dhe populli që nuk ka seriozitet. Se pa seriozitet nuk bëhet. I shashka dhe ku e di unë tani. Tash ne rruga drejt Tiranës. Rruga drejt Tiranës, po rruga drejt Tiranës duhet të bëhet dhe me çik motivim nga ana e deputetëve. Deputetët duhet të japin që nga vetja e tyre. Se ardhja aty, edhe e idh shashka, dhe idh tym, dhe idh gaz, dhe idh me vrapë e qarë, edhe Rama vazhdon të idh në pushtet. Jo ma vlla, do që Rama të mos jetë në pushtet. Mini nga një karike dhe uluni para kryeministrisë ose para parlamentit. Kjo është për burash. Pastaj, në që se duan të bëjmë auiu, hajde vazhdojmë bëjmë. Ne prapë kemi gjakun, ne na thret gjaku, jemi anti-Ram, anti-komunist edhe vim aty, edhe s'dim nga të rendin. Nuk e di, se di.